Transporti urban është një ndër shërbimet më të domosdoshme që ju ofrohet qytetarëve, sidomos atyre në lagjet e sipërme të qytetit. Por ky shërbim lë mjaft për të dëshiruar. Prej më shumë se një viti, qytetarëve ju është ndërprerë drejta për të pajisur me abone. Zyrtarisht jemi vënë në dieni se data 1 mars është e dita në të cilën dy operatorëve të linjës Manalat 18 shtatorit të cilët operojnë në qytet ju mbaron licenca dhe më pas sipas ligjit të gjitha shoqëritë apo personat të cilët janë të interesuar paraqesin në bashki ofertat e tyre. Një ndër këto shoqëri të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në këtë konkurim është edhe shoqëria BBI Jam. Sipas të gjitha atyre çka përcakton ligji, kjo shoqëri i përmbush kushtet për të bërë pjesë e këtij konkurimi. Shoqëria BBI Jam SHPK paraqet në këtë garë oferta mjaft konkurruese dhe tepër të favorshme për qytetarët. Bileta nga kjo shoqëri për të gjithë udhëtarët do të jetë vetëm 20 lekë, ndërkohë që për pensionistët dhe invalidët transporti do të jetë falas për linjën Manalat 18 shtatori. Të shqetësuar e duke kërkuar nga Bashkia e Gjirokastrës, qytetarët e Manalatit i janë drejtuar kryetarit të saj, zotit Flamur Bime, të marrë në konsiderat këtë ofertë, e cila ndihmon këtë banor. Nëse kjo shoqëri nuk merr pjesë në këtë garë, atëherë qindra qytetarë të lagjes Manalat janë shprehur se do t'i drejtojnë ministrisë përkatëse. Të privuar nga e drejta për të pajisur me abone, me bilet dhe me kushte të këqija të transportit, këta banor kërkojnë që kryetari i bashkisë të miratoj këtë ofertë e cila i favorizon ata. Abone këtu nuk të bën njëri farë se duan interesin. Ngelen. Kje e bën shumë pak. Po shumë, edhe me 200 lek e bën dhe të veç e të vish. Ndaj që janë këto lagjet janë që janë cop-cop. Kurse ki bën dere shumë në këto gjëra. Se ne bam 60 vjeç dhe e dim këtë punë. Dhe për mua, inshallah ta marri ki. Se ki popull do, sa më poshtë edhe aq më mirë. Aboner këtu zbëhet njëri, nuk asnjë në rrethin e Gjirokastrës. Asnjë bilet nuk pritet. Kurse ki ka tëra kushtet, qoftë me bileta, qoftë me abone dhe me çmim shumë të rëndësishme. Bashkim ne inshallah të vi bashkia ose të vemi, aty si lagjet, ti thomi këto gjëra që ti thomi ty. A nuk aprovoj, pastaj do të bëjmë letër në Tiranë te ministri. Nuk e lini me letër. Po patjetër. Patjetër, ja këtë do bëjmë. Këtë kemi dorë. Si lagje. Këtu në Gjirokastër shohim që nuk u ka as bileta nuk japin. Pale urbane që nuk u dim të bëj njëri. Është një nga tregëtarët më të mirë që kemi në lagjet tona këtu rreth e rreth. Tani do thua se më bëre pjetjen që sa do jetë interesi tënd. Ne dhe leku ne vështrojmë, pensionisti jemi, atë të ne që jemi këtu, pensionisti jemi. Ne ti thomi faleminderit edhe bravo i qoftë. Do mbledhim popullin, ja si që rastësisht u mblodhëm tani këtu, edhe të kërkojmë të vijë kryetari bashkisë këtu. Qa ka, jemi në kapitalizëm, rëja e kapitalizmit është prona private është. Aji e ka të tia pronë, do të bëj të komandoj si të doj. Ka ndonjë kusht shkelja këtu e ligjit, ose e normës. Ndaj të thash kjo në fillim që bravo i qoftë, që kërkon me çdo kusht ta ndihmoj lagjen. I shtoft zoti Ymrin, i shtoft aktivitetin atij që na ndihmon dhe neve me çmime më të favorshme se sa na tregu se kemi vajtur. Edhe nuk e di çfarë falënderimi ti japi tjetër. I bëra një pyetje atij më përpara. I the ku është interesi tuaj për këtë punë. Mua, vetëm për shembull, një individit, i bie që të kursej me çmimin që ka vënë ai me 200 lek, 6.000 lek në muaj. Që të dalë vetëm një herë të vetën pasar edhe të kthehen. Ashtu do paguaj 3-6, kështu do paguaj 2 edhe 2-4, do me thënë 400 lek. Llogarit për një familje tani që është në punë janë 3-4 veta, e të tjera me radhë, që dalë bëjnë gati 4 veta. Po 4 nga 10 thonë 800, 1000. Tani bën edhe llogari me ditë e muajt, 6 deri në 7 ditë apo 10 ditë, i bie që të haj bukën pa para. Nga interesi që fiton këtë. Kështu që tani si bashkia, këshilli bashkiak, kush e kanë dorë, nuk e dim se çumë e kanë për këtë punë. Përse hezitohet? Ku është interesi? Është në një xhep që është më i vogël dhe futet dora më shpejt, nuk duhet të hezitoj fare, edhe mos punoj me doraçka. Prandaj bashkia apo këshilli bashkiak, kush e ka, se nuk mund të akuzojmë kot për këtë punë, duhet ta vënë dorën në zemër, duhet i vinë gishti kokës dhe ashtu siç u tham përpara, që në këtë lagje kanë ardhur, i kanë çelur fushatat dhe i kanë mbyllur fushatat, sipas rasteve do t'i japim edhe përgjigjen.
Ne nuk i kërkojmë bashkisë të na japi punë, po ai kërkon që të marrë njerëz në punë. Që të ikin 8 veta, të futi të punësoj ai që thoni juve, nuk është gjë e vogël për një lagje. Se 8 me 4, 30, gati 20 veta i sigurojnë me bukë. Neve këtë kërkojmë. Në qoftë se kjo nuk do bëhet, pastaj edhe ne do t'i hedhim hapat, sipas muzikës, në muzika ndron në çdo orë. Një ofertë e tillë që ul koston e transportit të qytetarëve me cilësinë në shërbim dhe kushtet e standardeve bashkëkohore është një iniciativë e mirë që ndodh rrallë dhe që çdo qytet tjetër do ta mirëpriste, kur bëhet fjalë për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve